Unë jam Arben Prenjasi, marrë pjesë si përfaqësues i Muzeu Tron. Është një muze simbolik, i cili është në Tiranë, por në vetvete ka mbi 40 makina dhe mbi 50 motor, të cilët kryesisht i përkasin periudhës të para viteve 90. Mbi 90% e këtyre mjeteve, motor dhe makina, janë përdorur në Shqipëri gjatë kohës komunizmit. Këto makina që kemi sot këtu, i keni sjell posaçërisht për këtë vend? Po sot kemi ardhur me një grup makinash, për Old Metër Fest 2026. Zoti Gentian Bici na ka ftuar dhe ne kemi ardhur me afro 6 makina, të cilat aktualisht ku jemi me një Gaz Volga, prodhim i ish Bashkimit Sovjetik, një makinë ikon e përdorur në Shqipëri gjërësisht në vitet 50, po jo vetëm në vitet 50 ka hyrë në Shqipëri, po është përdorur deri vonë. Në atë kohë përdoreshe nga institucionet shqiptare, nomenklatura e lartë komuniste e kohës. Është një makinë ikon, Gazi prodhoi disa modele të makinave. Midis tyre është kjo Gaz Volga e vitit 1952. Ky është gaz, do të thënë si gazi që kemi aty? Po, është i njëjti model, Gaz, emërtimin e i prodhon në njëjta fabrikë. Gaz është Gorski Autozavod. Është emri i fabrikës e cili i prodhonte dhe pastaj është modeli, ai është Gaz 69, ky është modeli Volga. Ka një histori kjo makinë? Po këto janë makina që janë gjetur në Shqipëri, të përdorura, janë gjetur në kushte shumë të këqija dhe shumë herë ne kur marrim makinat për fat keq nuk i gjejmë dot historinë, mënyrën se si janë përdorur. Pasi po t'i vishtin dhe me historinë, vërtet do ishin shumë më interesante dhe për publikun. Ju i rregulloni vetë makinat? Të gjitha makinat që kemi gjetur në kushte të mjerueshme. Në shoqërinë e Ndryshkut, të lëna në arrez, edhe na është dashur të nështroj një restaurimi total, për të kthyer në gjendje që ato të jenë të pëlqyeshme nga publiku dhe njëkohësisht të jenë prezente në rrugë, televizin. Për shembull, nëse kemi një problem me këtë sinjalin këtu, si e rregullojmë? Do të na duhet, shikoj, është një mjeshtër që punon, zoti më diu, ai është që merret me të gjitha. Është shumë e vështirë për të gjetur aksesorë të këtyre makinave, meqense këto janë makina të prodhuara në kohë dhe në Shqipëri nuk janë se vetëm janë përdorur, e kemi shumë të vështirë për të gjetur pjesë dhe kur i gjejmë pjesë kënaqemi, por mbi 90% të gjithë mjeteve, makinat dhe motora janë me pjesë origjinale. Duke filluar nga motori, aksesorët, pasqyrat, fenerët, sediljet, korskoti, timoni, të gjitha. Se nëse nuk do jenë të tilla, nuk do jenë makina retro. Kemi një Benz do të ne? Është një Benz W108, ata janë Benza, ai model i prodhuar në vitin 1972, është shumë i njohur për publikun shqiptar sepse ata janë makina që janë përdorur nga nomenklatura e lartë komuniste e kohës, ose siç i thoshin atë kohë byroja politike. Në Shqipëri me djenin time kanë ardhur 8 Benza të tillë, që përdoreshin nga byroja politike, kuptohet ikte kur zëvendësoheshin përdorte secili, dhe një Benz të veçantë limuzin, po ky model e ka patur diktatori Enver Hoxha. Si mendoni ju, ka akoma makina të fshehura në Aure apo në Kemi gjetur akoma, vjet kemi marrë një makinë Delvin, një Zil, prodhimi vitit 1957, ishte në kushte të mjerueshme. Zil është një makinë ushtarake me 3 diferencial, shumë i njohur për ushtrinë, po kryesisht ato përdoreshin në gjithë lindjen, jo vetëm në Shqipëri, dhe ne po e nështrojmë, po e restaurojmë dhe së shpejti do dalë edhe për publikun. Ky Zili ishte makinë me benzinë? Me benzinë. Makinat asaj kohe ka qenë kryesisht me benzinë. Gazi, Zili, Zisi, makinat ikon që kishin. Për ashtu makinat që ne kemi pjesë të fundit, Skoda, Liazi, Saureli, të cilat ishin me nam. Nuk i kemi këtu, se nuk mund t'i marrim, janë shumë të mëdha. Ideja prodhime lindore. Po për shkak të lidhjeve politike, ekonomike, Shqipëria duke qenë pjesë e bllokut lindor, kryesisht kishte 90% e fondit të mjeteve ishin lindore. Ka dhe makina
si që përmendëm Bencat, Fiatët që u futën në atë kohë në Shqipëri. Kemi një Ford Kuq aty dhe kjo ka makinë. Kjo është një makinë Volvo e 1968. Po kjo e porositur nga... është përdorur mbas viteve 90 kanë hyrë në Shqipëri këto makina. Pastaj pas viteve 90 kemi edhe këtë fjallën e policisë. Makina policie kemi 3 makina policie, është ky Fiat Tipo që kanë hyrë në Shqipëri mbas viteve 90. Kemi edhe një Fiat 900 që përdoreshe për grupet e gatshme në vitet 80. Kemi edhe një Fiat Mori, atë që thoshit Mori. Kemi edhe një Fiat tjetër polski Fiat që përdoreshe nga policia e qarkullimit rrugor. Atëherë për publikun, kemi një mesazh fund bisedës? Për publikun, ajo që është interesante për publikun, interesi sa vjen dhe porritet për makina retro, dhe kjo është gjë shumë pozitive, po jo vetëm për publikun, por dhe shumë të rinj kanë filluar ta përkrahin dhe janë shumë të interesuar. Deri vite përpara të gjithë pëlqenin makinat e reja, tash ka hyrë në mod makinat retro. Dhe kjo është pjesë, mendoj që restaurimi tyre, sidomos atyre që kanë qenë në Shqipëri, është pjesë e memorisë dhe nostalgjisë që kanë patur shqiptarët për këto mjete. Atëherë Muzeu i Ronë është i hapur në çdo kohë? Muzeu Ron nuk është bërë aksesueshëm i hapur, por mund të vizitohet duke na kontaktuar. Ju falenderoj. Faleminderit.